O motra dhe vëllezër, Hazreti Yunusi alayhi salam thiri e kuptoi se nuk ka shpëtim tjetër dhe nuk ka mundësi tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, dhe thiri duke ju dorëzuar vullnetit të tij, thiri duke ju dorëzuar mjësisë të tij absolute, nuk ka zot tjetër përveç teje, unë isha dhe jam prej zullumçarëve. Mendoj në momentet e para të realitetit të tij të ri në barkun e balenës se kishte vdekur. Por kur filloi të zgjate këmbët e tij, e kuptoi se ishte i gjallë. Dhe aty mori t'i lutej Allahut. Dhe aty mori t'i falej Allahut, saqë në një prej lutjeve të tij thoshte: "Ittakhadhtu laka masjidan haythu lam yattakhidhu ahad." Duke u mburur, dhe duke u krenuar me lutjen e tij në barkun e balenës, i thonte Allahu subhanahu wa taala: "U luta dhe të rash në sejdë në një vend ku askush nuk ka rama përpara dhe nuk të është lut më përpara." Dhe të vërtetën tha, sepse askush më përpara dhe pas ti nuk ju lut, se nuk do t'i lutet. Wallahu alem, krijuesi të gjithësisë në atë pozicion dhe në atë realitet ku ishte Hazreti Yunusi alayhi salam. Thiri, nuk ka zot tjetër përveç teje, unë isha prej zullumçarëve. U lut si babai i njerëzimit, u lut si nëna e njerëzimit, u lut si Hazreti Ademi dhe zonja e tij, kur shkelën urdhëresën e Allahut subhanahu wa taala dhe morën dëshkimin e tij, u lutën: "Rabbana zalamna anfusana", Zoti ynë, ne i bëm zullum vetes tonë. Transmeton Ebu Daudi nga Sa'd ibn Abi Waqqas se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Du'a udhinnuni fi batn al-hut", duaja e dhënnunit në barkun e hutit: "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin". Pra kjo, la ilaha illa ant, nuk ka zot tjetër përveç teje. Inni kuntu min adh-dhalimin, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, i patë metaje, unë jam prej zullumçarëve apo isha prej zullumçarëve. Lem yad'u bihi rajulun muslim fi shay'in qat illa stujiba lahu. Çdo musliman që i lutet Zotit me këtë dua, për çdo gjë në jetën e tij do të marrë përgjigjen e saj. Dhe disa prej dietarëve thonë se në këtë lutje është emri i madhnueshëm i Allahut subhanahu wa taala, me të cilin po ti lutesh të përgjigjet në mënyrë absolute. Sikur se transmetohet nga Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi. Zbarkoi profeti i Zotit pas lutjes së sinqertë, u largua errësira e vetmis, u largua errësira e detit, errësira e natës, errësira e barkut të hutit, dhe Allahu subhanahu wa taala e fali dhe e pranoi robin e tij dhe vion në ajetin 88 të surës Anbiya: "Fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi", ju përgjigjem atij dhe e shpëtuam nga vështirësia e tij. "Wa kadhalika nunji al-mu'minin", dhe kështu i shpëtojmë besimtarët. Motra dhe vëllezër, realitetet që po përjetojmë, realitetet e këtyre përmbytjeve nuk janë asgjë tjetër vetëm se fenomene me të cilat Allahu subhanahu wa taala tërheq vëmendjen e njerëzimit, fenomene me të cilat Allahu subhanahu wa taala tërheq vëmendjen tonë. Profet prej profetëve të Zotit dhe shortohet në një mënyrë të frikshme. Si mendoni ju për një vend dhe një shoqëri ku haramet bëhen haptas, ku mburret me femohimin, ku mburret me mohimin e fjalës së Allahut, ku mburret dhe krenohet me veprimin e ndalesave, ku alkooli dominon më tepër se sa vetë uji, ku kamata dhe rivaja dominon në çdo aspekt të jetës tonë, ku mashtrimi dhe dëshira për të poseduar çdo gjë nga kjo botë
është vërsulur dhe është përhapur si një epidemi shfarosëse. Si mendoni për një vend dhe një shoqëri ku imoraliteti në një formë apo një tjetër shfaqet dita ditës? Si mendoni për fjalën e Resulullahit alayhi salatu wasalam, i cili thoshte, një shoqëri që dëshmojnë në haptas veprat e ndaluara të Allahut e kanë merituar dëshkimin e tij? Si mendoni për një shoqëri që lë pasdore angazhimin dhe sinqeritetin për të mbrojtur interesat e vesë Allahut? Si mendoni për një shoqëri që jo se largohet për hir të Zotit, por se largohet për inat të Zotit në momentet e caktuara? Si mendoni për një shoqëri prinësit e të cilës veprojnë në dita ditës për të çrrënjos identitetin e tauhidit, identitetin e besimit, identitetin e islamit nga shpirtrat dhe zemrat e pjesëtarëve të kësaj shoqërie? Këto fenomene dhe të tjera, Allahu subhanahu wa ta'ala na rujt për hatrin e fëmijëve tanë, për hatrin e pleqëve tanë, për hatrin të sinqertëve në mesin tonë, për hatrin atyre të cilët i përulen me sinqeritet dhe pendohen me sinqeritet, si Hazreti Yunusi alayhi salam. Zoti na rujt nga realitete të dhimbshme dhe katastrofa të ndryshme natyrore që ndodhin në vende të tjera. Zoti na rujt që të ndodhë në vendin tonë ajo çfarë ndodh në vendet e femohimit, por këto janë sinjale që duhet të tërheqim fillimisht vëmendjen e secilit për ulur përpara durve të Allahut dhe për të kërkuar falje me sinqeritet, për të penduar me sinqeritet përpara durve të Allahut. Kam parë dje me sytë e mi pas përhapjes së panikut dhe përmenda dhe mram në dersin e xumas. Dhe po përfundoj me këtë hutbën e sotme. Dy realitete, dy momente. Në njërin prej momenteve njerëz të dehur, sikur se përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famëlar, wa tarahum sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. I shesi të dehur, por nuk janë të dehur, por dëshkimi i Allahut është i rëndë. Kam parë njerëz të dehur, njerëz që u kishte ikë boja fytyrës, kishin frikë nga vdekja, kishin frikë nga përmytja. Ma çfarë kishin frikë? Kishin frikë se po ikin interesat e kësaj bote, kishin frikë se nuk do merrin rrogën, kishin frikë se do takonin fëmijën dhe gruan. Çfarë kishin frikë? Besimtari nuk ka frikë në asnjë moment të jetës së tij. Dhe së dyti, një moment ngazëllimi dhe një moment si harish, teksa po shpjegoja një orë besimi në medrese me fëmijë të klasës së 8. Një prej fëmijëve teksa klasa kishte filluar të zinte, dikush nga Afrika, dikush nga fjalët, dikush nga celulari, dikush nga njëri prej tyre nxorri një fjalë dhe tha: "Profesor, a ta kënojmë një Fatiha?" Dhe ra një heshtje. Një Fatiha, i thash, Fatiha përse sa që të na shpëtoi Zoti dhe ta largoi këtë keqe prej nesh. Dhe kënduam së bashku Fatihan. Dhe ju betohem për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe nuk gënjej në këtë be që nga i moment dhe deri tashti që flasim ka një përmirësim dhe një qetësi. Ndryshe nga parashikimet e atyre që thonin dhe thonë që do të ketë bombardim uji, ndryshe nga disa deputet të pamoralshëm që nxisin dhe mbjellin panik në mesin e njerëzve, sepse Fatihaja është dera e shpresës, sepse Fatihaja nga fëmia i sinqert, nga muslimani i sinqert, është dera e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe përpara derës së Zotit dhe përpara shpresës dhe ngazëllimit të Allahut nuk ka deputet, nuk ka politikan, nuk ka njeri imoral, nuk ka njeri të shturur, nuk ka realitet, nuk ka fenomen që të ndaloj mëshirën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është një thirrje për të penduar, kjo është një thirrje për të kërkuar falje, kjo është një thirrje për të trukitur në dyert e Fatihasë, që është nëna e mirësive